Kompleksi sportiv Maringlen Laçi në Puk ka mirëpritur edicionin e 11 të aktivitetit sportiv Kupa Veriut në Pjatel. Ky event i kthyer tashmë në traditë bukur për promovimin e sportit dhe turizmit malor ka bërë bashkë qytetarë, sportdashës dhe dhjetra sportistë nga mbar vendi. Aktiviteti u organizua nga shoqata Shumë Sportse Tërbuni në një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Puk dhe 3 nga federatat më të rëndësishme të sporteve specifike në vend, si Federatën Shqiptare të Qitjes Sportive, Federatën Shqiptare të Harkut dhe Federatën Shqiptare të Alpinizmit. Si për të 11 vit, shoqata Shumë Sportse Tërbuni organizon kampionatin e Kupa Veriut në Qitjen Pjatel. Por si vjet është një risi e re, sepse marrin pjesë 3 federata, është një aktivitet me 3 disiplina sportesh. Është Federata e Qitjes, që marrin pjesë gjithë ekipet e Veriut dhe gjithë shqiptarë nga Berati, nga shumë rrethe të Shqipërisë. Është Federata e Alpinizmit, që merr pjesë me disa ekipe në ecjen e hiking, që do bëhet këtu rrotullt e kurorës së Pukës. Është edhe Federata e Harçeve për herë të parë, që sot ne performon në Pukë me kampionatin e Harçeve. Shqipëria ka traditë në Qitje. Janë qitësa tanë të jashtëzakonshëm që kanë marrë medalje që në kohën e viteve, para viteve 90, dhe ne duam që këtë sport të traditës në Shqipëri, siç është qitja, pse jo të kemi dhe ekip qitje, dhe ekip Pjateli, dhe ekip Harku, që me fjalën e tij presidenti Shumë Sportit Pukët Përparim Laçi premtoi që shumë shpejt do të krijojmë një ekip vajzash dhe djem këtu në Pukë. Në këtë garë morën pjesë 8 skuadra, ku si ekip vendin e parë mori ekipi Tomorit, ndërsa si individ vendin e parë zuri Alban Doj nga Lezhë. Pjesë e rëndësishme e këtij aktivitetit ishte edhe promovimi i talenteve të reja, të cilët patën mundësi të mbatin forcat me sportistët me përvojë.